Top Albania Radio. She's on air. Një nga personat që në vërtet, ja, ky është opinionisti jemi parë, diti? Ariani është profesori i kësaj pune. Po, në fillim ne kishte opinionist Arian Konomi. Edhe një herë se nuk dëgjon. Arian Konomi, je opinionisti jemi pari. Po vaj Davide tani, po ndonjëherë vjen dhe një moment që duhet thënë mjaft kësaj gjëje. Pastaj ja kaloi marr pra Hajdarin në Big Brother. Po ta kuptosh, thell, unë dhe Ariani nuk jemi ndarë në asnjë pik. Po sa është tu? Nuk është tu. Po si ishin mendimet këtë vit? Ishin të ngjashëm për pikun e këtij vitit për ju? Mendoj që po. Për ty, fituesi jot ideal ishte Silin? Po, ishte Selin, e kam shprehur. Për ty e di ishte zma? Kisha dy lojtarë, njëri prej tyre ja arriti. Si me përshkruar këtë pikun këtë vit, me një fjali? Jashtëzakonshëm. Piku superohet gjithmonë superohet, edhe këtë vit kemi pa një hapje fantastike. Kush e di që do shohim vitet e tjera. Unë e kam thënë që çdo gjë që del në botë e para transmetohet Top Channel. Edhe ka qenë një spektakël i jashtëzakonshëm. A do jetë Arber Hajdari vitin që vjen? Nuk e di. Varet. Nëse do bëj një punë akoma më të rëndësishme, ndoshta s'jam. Na lajmëro po s'ishe. Por a do shikore Arian Konomi në vendin të? Kundro? A do ja leje vendin të Arian Konomit të qoftë se nuk je? Arian Konomi është profesor i kësaj pune. Jemi rikthyer nga ky klip pak kaotik, mund të them, sepse ishte fiks ai momenti ku festa kishte filluar. Ai Ilir Meta nuk e kuptoi si e ka lënë Monikën. Po e ka lënë Monika. Tani që se keni burë, gjatë intervistës Monika vazhdon të kërcente. Ishte energjia që nga shpirti i festë. Ishte super energjik ishte. Duke pritë me marru intervistën që të kthehej te parti Mund të them që një nga personazhet që ti ndihesh vërtet shumë rehat kur afrohesh edhe për të bërë një pyetje dhe për të bërë një kompliment, diçka domethënë të kthehet sikur ti ta njohësh shumë mirë prej kohës. Ma di ka më banale ti bësh Monikës, ajo ta kthen në një mënyrë se si të. Ndonjëherë nga pozicioni ndikohesh pak e fake, mund të vesh në sugjestione ndërsa me atë, me Monika një rehat fare të përgjigjet të afron. Shef edhe një mbështetje shumë të madhe ndaj gocave, më pëlqen shumë Monika si personazh. Deri në momentin që hyn Miri. Në këtë vend Miri janë 5 vende botë, edhe aty me Monikën jam. Raporti Miri Rogert si duket është rregulluar dhe ne kemi parë edhe në rrjetet sociale foto të cilat ata i kanë bërë publike. Kemi parë edhe foto gjithashtu përveç Mirit dhe Rogertit që ka qenë edhe Kristi në mesin e tyre, nuk e di pse po shifja atje se u kthye të dyja.